أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Neveviut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani, fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Sot me lejen dhe ndihmën e Allahut të Dhul Gjelali wal Ikram, do të vazhdojmë me hadithin 421 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimullahu ta'ala thot: wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بذنبي ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، متفق عليه. Narafan Abu Hurairah radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam narafan atë që ka thënë Allahu tebaraka wa taala. Thot Allahu dhu xhelal në këtë hadithi kutsi: robi im e bëri një mëkat, e tha: o Zot, më fal këtë mëkat. E tha Allahu tebaraka wa taala: robi im e bëri një mëkat dhe e dinte se ka një Zot i cili e fal mëkatin ose e dënon për te. Pastaj e përsëriti mëkatin. E tha: o Zot, më fal mua këtë mëkat. E tha Zoti tebaraka wa taala: bëri mëkat robi im, e dinte se ka një Zot që ja fal mëkatin dhe vepron me këtë falje. Pastaj përsëri bëri mëkat dhe tha: o Zot, më fal mua mëkatin. E tha Allahu tebaraka wa taala: e bëri një mëkat robi im, e dinte se ka një Zot që ja fal edhe vepron me këtë falje. E pastaj tha Allahu dhu xhelal: tash ja kanë falë robit tim, e aj qka don ledvon. Këtë hadith e transmeton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihat e tjera. Edhe kjo hadith i njohur, i rëndësishëm, i madh, me vlerë dhe me pesh, e sjell Imam Neveviu rahimullahu taala në këtë kapitullin e shpresës. Edhe është për haditheve të mëdha, gjigante, që e nxjerr në shesh rahmetin e madh të Zotit dhe gatishmërinë e madhe të Zotit m'ia fal njerit mëkatet. Dhe kushdo që e lexon këtë hadith dhe kupton gatishmërinë e Zotit m'ia fal njeriu mëkatet që i bën, të një pas njëshme, ati veç i shtohet dashuria për Zotin dhe kujdesi që t'i praktis mëkatet. Jo e kundërta. Se dikush për muslimanëve mundet me thonë: ky hadith
sikurse na e liron neve situatën, na jep neve hapësirë që na mos mundar për gjunave. Jo. Realisht, ky hadith e para përshkruan natyrën e njerëzit. Cila është natyra e njerëzit? Me gabu. Vazhdimisht. Kullu bani Adem khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Çdo njeri është gabimtar. Edhe këtu në këtë hadith ka ardhur khata në formën superlative, shumë gabimtar. E më i miri për tyre është ai që pendohet. Kjo është e para, e konfirmon natyrën e mëkatarit që e ka njeriu. Dhe që nga Ademi a.s. baba i njerëzimit që e bëri mëkatin e parë në xhennet, edhe pastaj Allahu dhul xhelal si dënim dhe ndeshkim e zbriti nga xhenneti në dynja, edhe ata u lutën me lutjen që u bë shkak që Allahu më afal gjën Rabbena zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. O Zot, ne i bëm zullum vetvetes. E ti nëse nuk na fal, nuk na mëshiron, na do të jemi humbës. E deri sot, deri në ditë kiametit, krejt njerëzit kanë me gabu. Nuk ka në dynja njerit pa gabushëm. Madje edhe pejgamberët e Zotit, që janë zgjedhur, janë të veçantë, janë specifik, janë superior, përsëri edhe ata janë të pagabueshëm vetëm në rafshin e fesë. Atë që ka shpall Zoti dhe zbatimin e rregullave të fesë. Ama në punë dynjore gabojnë. Në punë që s'kan lidhje me fenë, që s'ka të bënë me haramin dhe hallalin, gabon. Ka gabu për punën e hurmave, për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka gabu namaz, i ka falë 2 rekate, të menus i ka falë 4, domthon bën gabime, që s'to janë mëkate. A më bën gabime. Se kjo është tabiati i njeriu. E tash nëse pejgamberët e Zotit për nga natyra jashtë lëmisë së fesë dhe gjunave bëjnë gabime, kush jemi na të tjerët? Dhe e dyta, e nxjerrën shesh anën tjetër, rahmetin e madh të Zotit. Për shembull, ne as si njerëz, nëse kemi një shok i cili gabon një herë ndaj nesh, ja falim. Gabon 2 herë ndaj nesh, ja falim. Gabon 3 herë ndaj nesh, themi hec. S'ka negon shok për muti. Nuk mundesh me gjetë rast përveç përjashtimeve, ku një njeri e duron një shok të vetë që ai vazhdimisht me gabon ndaj tij dhe ki vazhdimisht me ja fal. Ka, ama janë rrallë. Shumicën e rasteve, nëse një herë gabon, 2 herë gabon ndaj teje, i thu u dhe marr. Ose baba për shembull me fëmijën e vet. E duron një herë, duron 2 herë, 5 herë, 10 herë, ama dhe ka kufi. Në vetë moment thot, apo del për shpia, apo ndreqesh. Me ultimatum. S'ka zgjidhje tretë. Shikoni Allahu dhu xhelal. Ti me shokun tan zvarët ai prej teje. Shok. Jeton sepse ti jeton sepse Allahu i ka dhënë jetë. Fëmia jot varet për te pjesërisht. S'ka lind pse ti ke dashur. Vetëm. Po pse Allah ka caktuar. Ti se furnizon fëmijën tan, Allahu e furnizon. Po, janë do punë që më varët për te, për shumë shpia, veshbafja, ushqimi, mirë pa i zvdes, pëse largot për shpijës tonë. Edhe përsëri vjen muhabetit unë i ultimatumit. Pa Allah u dhugjera që pa te, së mundë me i të askush. Ku nevoje e se cilit për Zotin është absolute. Që këj Zot, që s'ka nevoj për ne, dhe na kemi nevoj për te, edhe nëse ka bëjmë 1 herë, edhe nëse ka bëjmë 2 herë, edhe nëse ka bëjmë 3 herë, që është përmen këtë hadith, 3 herë, po edhe nëse ka bëjmë sa të ka bëjmë, edhe çdo herë që na Allahu i drejtohemi me kërkim të faljes, çka gjejmë? Lewajdullaha ghafuran rahima.
do ta gjenë Allahun falës edhe mëshirues. Si tha në hadith pas e në fund, tha e kam falë robit tim, edhe ai çka don le të bën mua. Çfarë do të thotë kjo fjala çka don le të bën mua? Le të vazhdojnë me tabiatin e vet. Përderisa ai çdo herë që gabon pendohet, unë çdo herë që pendohet ja pranoj pendimin. Andaj çka tha Allahu në Kur'an? Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Thuaj, robët të mi që e kanë tepruar me gjunahe. Unë janë 1 e 2, po janë përmbyt, janë zhyt, janë bogulldi, si thejmë në gjuhën e Shkupit, në gjunahe. Mos e hubni shpresën në rahmetin e Zotit. Pse? Se Allah o ketë gjunat i falë. Pse shkërgjohë për Allah o dhulgjelar? Andaj tha që kjo robi cili gjerë që bën gjuna, e din se ka Zot, kujt i detohet me kërkim të falja dhe pendimi, le të bën çka don. Se çdo herë që do të bën gabim, do të kërkon falje. Dhe çdo herë që do të kërkon falje, ta gjen Allahun falës. Jo vetëm kaq, por ta gjen Allahun të gëzuar me kërkimin e faljes tonë. Do të gëzohet Allahu me pendimin tanë. Na, nëse njëherë ja falim, djerë ja falim, edhe mo i dhnohemi. Edhe nëse në vjerë me kërku falje, na me revolt e përzombo, me edhës me baju, se zume pa me si. Ti dhnushëm. E ti gabove me Allahu një herë, gabove 2 herë, gabove 3 herë, gabove 10 herë, shumë herë. Dhe përsëri erdhe te Zoti me pendim dhe istighfar, Zoti gëzohet me thimin tanë. Allahu akbar. A e kuptoni tash pse disa prej ulemave të selefit kanë thonë, me konë që në ditën e Kiametit mipet me zgjedh, që prind e mi me mgjyku, apo Zoti me mgjyku e kisha zgjedh me mgjyku Zoti. Jo prind e mi. A ka dikush që do fëmijën më shumë se prindive, s'ka. Mirë po besimtari dhe votshëm t'i po, parasysh të argumente fetare, dhe nëse mipet me zgjedh mes prindve me dhe Zotit, që thonë Zoti me gjykue. Se përsëri rahmeti Allahut është shumë më i madh se i prindërve tonë dhe neve. E si mos me dash këtë Zot? E si mos me dash këtë Zot? E si mos me qenë vazhdimisht afër këtij Zotit? Si mos me punue që me fitu kënaqësinë e këtij Zotit? Pse? Se në momentin që ti e fiton kënaqësinë e tij, ai të thot, bën çka dush të fal tek ai. Çka dush bën? Po kjo fjala çka dush bën, nuk do më thonë që ti ke me uras harave të huaja, detelinave të huaja, jo. Kjo do më thonë që ti je aq i vëmendshëm, aq i kujdesshëm, aq mendjepret që çdo herë që të rreshet koma, a që ka e natyrshëm në të rreshet koma, ti e din ku kthehesh. Ti e din çka thu. Ti e din çka lip. Kthehesh te Zoti. Thu toben dhe istighfarin, kërkon për Allahut falje, edhe rahmetin e tij. Unë këtë hadith e kam lexuar para 25 vjetëve, edhe shpesh në përdesë e kam sharu. Edhe për vete personalisht nuk ka hadith që ma ka shtu dashurin për Zotin dhe shpresën në rahmetin e tij dhe dashurin për kuptimin e shëndosh të Islamit se ki hadith. Nuk është thirrje për vazhdu në gjuna, jo. Është tamam kuptim i shëndosh i natyrës së njerëzit. Pse e tham këtë? Sepse do të ri insistojnë që veten edhe tjerë t'i bëjnë me laqet pagabushëm. Dhe kërkojnë me insistim që mos ketë njeri që ka bon. Ama ai mrenda zemrës së tij e ka kuptuar vetë se s'mundet ai me vazhdu pa gabue, pa gjuna. Mirë po këndej në sipërfaqe mundohet mu tregu shumë i devotshëm edhe me ngrit nivelin e devotshmërisë në asnjë stadiumi që
kush nuk është kaq i devotshëm, ai s'meriton me qenë i lavdueshëm apo i mirë apo shok apo shembull kështu më radh. Realisht është ndryshe e vërteta. Gjithë njerëzit gabojnë dhe bëjnë gjunahe. Me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithë njerëzit i përsërisin gabimet me këtë hadith tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, pa ajo që duhet me kuptu unë edhe ti është që çdo herë që gabojmë mos ta humbim shpresën në rahmetin e Zotit. Dhe mos bëhet shkak ky gjuna me na largu neve edhe më shumë prej Zotit. Po të bëhet shkak ky gjuna që me mafru edhe më shumë te Zoti. Për shembull, njeriu kur smuhet, atëherë çka ja di kimetin dhe vlerën kujt? Shëndetit, po, mirë po, edhe mjekut. Se kur do është njëri shëndosh, se ka gala ka mjek, as ka mjek. A ka mjek të mirë, as ka mjek të mirë në vendin e tij. Si interesant, se është shëndosh. Ama kur smuhet, mundohet ketë mjek të më të mirë me i gjetë. Edhe ti pa bo gjuna, ti se ne kupton sa ki nevoj për rahmetin e Zotit. Nuk e kupton. Bile nëse ti nikot gjatë nuk bën gjuna, e fillon bosh me ndje madh në ibadetin tanë. Edhe fillon me umbur, me atë që ti e ban. Edhe bile mu lavdru para Zotit, sikur se donë mi thonë Zotit, apo shef o Zot, se une muj edhe pa gjunahe. E normalisht, që të më thonë kjo muj pa gjunahe, kë njeri pretendon me ju bashku Zotit, se Allahu Gjelal nuk gabon. E të ashti kur vazhdo një kohë gjatë pa gabime, si kur se do me thonë Zotit, si e veç te aj që s'gabon. Që edhe une. A ne thot Imam Ibn Kaimi, rahimullahu ta'ala, në Medali Gjus Salikin, se kanë thonë ulemat e selefit, aninul mudhnibina ahabbu ila Allah min tasbihil mu'jibin. Do të rënkimi i mëkatarit, një dënes e ti, një qajtme e ti, është ma e dashur të Allahu se një vetë pëlqim i një ibadetgjiu të madh. Çka do më thonë kjo? Do të nëse ti ditën e ke bërë një gjuna, edhe gjithë natën e ke kajtë atë gjuna, ka brendër gjegja, si e kom rahat, ka dhim zemra. Edhe tjetër i cili gjithë natën ka falë namaz natë. Pse që gjithë ditën të abuje me dije shokve se une jam falë. Une se kom kalu natën gjuna, une kam mri naltë, të krenohet, ta të regon këtë punë si mburje para tjerve. Qka dhe në lemot, që ajo dënes e ati makatarit, është me e dashur të Allahu se ky vetë pëlqemi këti ibadetgjiu të madh. Pse se qëllimi i raportit njeri Zot qka është? Më kuptu dobësia e njeriut dhe nevoja e madhe e ti për Zotin dhe pushtetja absolut i Zotit dhe pa nevojshmëria e ti për krijesat. Që kjo është qëllimi i ibadetit. Andaj çka themi na? Njeriu çka themi? Në raport me Zotin çka themi? Rob. Rob. Çka themi na? Adhurimit arabisht? Ibadet. Çka do të thonë ibadet? Ubudia, sklavëri, robëri ndaj Zotit. Që do të thonë ti je sklav në raport me madhnin e ti subhanahu wa taala dhe ai vepron me ty ashtu si do ai në mënyrë absolute, s'ka kush i përzihet dhe i ndërhyn vendimet e tija. Dhe ti ki nevojë vazhdimisht me qenë i varur dhe i lidhur prej tij subhanahu wa taala. Andaj kjo është kur ti e shfaq nevojën tënde maksimale për Allahun dhe e kupton që se ti pa Allahun s'mundesh me bo asnjësen, as badhin sejdë me vendos, atë ti je rob i plot i vërtet i Allahut.
atëherë Allahu të ngrit. Atëherë Allahu të bën me nam. Atëherë Allahu të bën të dashur në tokë edhe në qiell. Çka thot Allahu në Kur'an? Wasjud waqtarib. Bën sejdë. Normalisht nuk ka për ule më të madhe në dynjë se sa ta vendosh ballin që është pjesa më e lartë e trupit në tokë, pjesën më të ulët të tokës. Kjo është manifestimi më i madh i skllavërisë dhe robërisë ndaj Zotit Dhul Xhelal. Mirë po ti aq sa më shumë e për ul vetveten për Allahun, që thot Allahu këtë ajet, waqtarib dhe afrohu i Zotit. Aq më tepër i afrohesh madhnisë së Tij subhanahu wa taala. Se dhëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam akrabu ma yakunu abdi ilayya wa huwa sajid. Nuk ka pozit ku njeriu është më afër meje se sa kur është në sejdë. Nëse Allahu është në mbi arsh, ti ku ta vendosish ballin ta në sejdë, pikën më të ulët të tokës, Allahu ngrit ty në pikën më të lartë gjithësisë. Në momentin që ti e pranove se je rob i Allahut, Allahu të ngrit. Kjo është qëllimi i kuptimit edhe të kësaj lidhje mes teje dhe Zotit. Ta kuptosh natyrën tone. Se ky mëkat që e ke bë është për me t'i mbledh mend ty e para, me të kallëzue takatin tënd ty e dyta, dhe e treta me ta mundsu ty me këtë pendim me shkue edhe ma nalt edhe ma afër të Zotit. E përmend Imam Ibn Kaimi rahimahullahu taala gjithashtu rëndësinë e pendimit, edhe si pendimi e çon besimtarin ma shpejt edhe ma nalt te Zoti. Dhe sjell një shembull. Thot nëse më një shkretin janë të ecë dy njerëz kalorës në kali, në atë. Njoni ecë hiç panal. Falni, ecin në kom, jo me kali, në kom. Dytë ecin në kom hiç panal. Njoni ecë hiç panal, i dyti çdore që e shef një oazë naret në te. Me pushu, me bose fallëk, me u kënaq. Thot cili më rinë ma shpejt në qëllim? A i pari, a i dyti. I pari, dyti ecin në kom, njoni panal, i dyti nalet. Eci pari. Mirë po thot, që ki i dyti që gjdere që ka një oazë, ku nalet me bose fallëk, qefe, se bukuriet, pra në shkëtin, edhe ti në befasi e shef një oazë, dhe ka uj, ka hurma, palma, do ka gjelibrim, ka njerës, kënaqësira, ati, hije, freski, mërmalli, u dhe ka dhe të pushem pak se ka në veni mirë, i bukur. Do të kyqis snalet, ecë, e kalon një oazë, dytën, e tretën, e snalet, ki nalën të parën, a i po ecë masëne, mirë po, gjdo e nalëme, për e vënon. Thot, deri sa këti dytit, më një prej oazëve i kujtu e i shka jem të bone, a jam nis më knashna për oaza, apo jam nis me mrin qëllimin tem? Thot, unë me ta vone, tjetëri shkoj. E njërën për oazave e gjenë një atë, një kali. Edhe e merë kalin edhe nisët është me kali. Kin kom, panal, ki me kali. Ta shkush më për para. Ki i dyti me kali. Pse se e esme me kali dhe më dhonë, minimum 10 herë ma shpejt se za, e esme në kom. E thot Imam Kaimi, e ky kali, kush është? Kush është? Te ubja, pendimi. Andaj ti përni me të vonë një herë, me të vonë 2 herë, me të vonë 3 herë, ama në momentin që ti u vendose, e vendose mu pendu, atër Allahu këtë pendim e shëndrojnë në këtë kali, në atë. Edhe ti mërin të Zotë shumë ma shpejt se ke që heq panal ecë. Pse se ki të u lodhë, të u raskapit, të jurit menja, të u lavdru, të e mendu vetën të pagavushëm.
edhe ajo të e dopsue, ecin e tije të e dopsue, edhe normalisht ki i dyjt edhe pëse ishte vonë mëriti herës. Edhe këtë shembull që kam lexuar nga Imam Ibn Kaimi rahimahullah ka qenë plotësimi i këtij kuptimi se pendimi është esenca e ibadetit. Esenca që e shton dashurinë e besimtarit për Allahun dhul xhelal. Andaj jo rastisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hadithi që mori vetë Imam Muslimi se diçka thotë o ju njerëz, nëse ju nuk bëni gjunahe, Allahu ju zëvendëson me njerëz që bëjnë gjunahe dhe bëjnë tobe dhe kërkojnë falje te Allahu dhul xhelal. S'mundet në kanon të Zotit, ligjit e Zotit s'mundet me pas njerëz që s'bëjnë gjunahe. Pse ata të bëjnë mendje në ibadet, e më bëjnë mendje madh në ibadet është shumë ma keq se më bëjnë mendje madh në pasuri, ose në pushtet, ose në dituri, ose në bukuri. Se këtë janë të këqija, ju dini shumë mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë nuk hin xhenet ai që në zemrën e tij ka një grimc atomi me ndjemadhsi. Hadithi është sahih Imam Buhariut. Nuk hin xhenet ai që në zemrën e tij ka sa një grimc atomi me ndjemadhsi. Andaj çdo me ndjemadhsi është e keqe, ama me ndjemadhsia me fe ajo është edhe më e keqe. Andaj kjo është porosi për ata të rinj që në fillimin e udhëzimit kanë entuziazëm, kanë vullnet edhe një lloj mendje madhësie me fetarizmin e vetë. Une çka bëj, ti kushije. Une sa sakrifikoj, për Allah e kije. Mos gabo me mu, drejtu mua me punë të tuja. Pse se në momenti që ti e bën një punë edhe këshirë, kush po të shef, a e punë të Allah s'pranohet. Se nuk e të vë për Allah, e të vë për njerëzit, me të pa, edhe me ndëgju njerëzit. Në atë momenti që ti e bën një punë me të pasë me ndëgju njerëzit, dije se e punë më nuk është për Allah dhe Allahu nuk e pranon. Se Allah vetëm sinqertat dhe të pasat për veprave tona i pranon. Andaj, edhe njerë për përsërisim se kjo fjalë në fund të këtij hadithit ja kanë falë robit tim e ai çka don të bën është myshdja më e madhe që Allahu jep një besimtarit. Që ja jep me kuptue atij besimtarit që bën mëkate dhe pendohet vazhdimisht se ka fituar kënaqësinë e Zotit. E ka fituar kënaqësinë e Allahut dhul xhelal. Dhe ai njeri që ka fituar kënaqësinë e Allahut, ka do që shkon, çka do që bën, ai s'mundet më largu pe Zotit. As nuk mundet më u largu nga nështrimi i Zotit, e as dashuria për Zotin, e as kërkimi faljes e Zotit, e as kaplimi me rahmetin e Zotit. Andaj kjo është fitore e madhe. Kur Allahu jep këtë dhurat, e tash ulemat thënë, çka është mesela e përsëritjes pendimit? E ki bon një gjuna, je pendu. Përsëri e ki bot një të një gjuna. Disa ulema kanë thonë që nuk është kusht mos përsëritja e mëkatit për të bo kabul pendimi jetë. Nuk është kusht. Kusht dhe qka janë të pendimit? 3. E para cila është? Me ndike qarë dhe pëse ke bo gjunaj. E para dhe mu me djekin, zemër pëse ti e bo në këtë bo. E dyta, me lonë gjunajnë më njëherë, e bone e nale. Për shemull, përgojove diken. Nuk është pendim, vëllë e u pendova ti ala me vazhdu me foljon. Qasë moment që ti do me pendu, e para me të ardhë keq pëse e bone gjibet, e dyta me lonë gjibet. E treta, me vendosë mësë me ju këthi me katit. Ande ka më le matë, që kjo me vendosë mësë me ju këthi me katit, këtë rast a vlen apo nuk vlen? Ka thonë se nuk vlen, pse? Se ti kur e ke bo pendimin e ke vendosë mos më kthy. Mirë po për shkak se je njeri i dopt, i kthesh të punë e gibetit. Sa herë njerëzit pendohen për gibetin, edhe përsëri e bëjnë. E tash disa ulema kanë thonë që nëse ti e bën përsëri një gabim, pendimi i mëhershëm zhvlerësohet.
edhe falja aty me gjunaheve zhvlerësohet. Kthehen prapa të gjunahe. Disa e përgjën ka thonë, jo, pendimi për gjunat e kalume i ka fshinj ato. Nëse ti ke bo përsëritje një mëkat, tash lip pendim të ri. Po e bone, ti fshin Allah. Po se bone, nuk ti fshin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është meselja që e përmend ulemat, do thot edhe bin shembull të ndryshëm mes tyre, domethënë thënë ulemat që njeriu duhet me qenë i vëmendshëm, mos i përsëritet shumë mëkate që mos i prishet pendimi i kaluar. Mirë po, të gjithë e thënë se pendimi i sinqert i zhduk mëkatet e mëhershme, dhe normalisht argument i pendimit sinqert është përmirësimi i gjendjes tënde. Në këtë rast themi na çka kujdesi i veçantë që duhesh me pas ti me Allahun subhanahu wa taala dhe forcimi i kësaj vetdije se Allah është Zot i joti dhe ti duhesh me madhnu Allahun duke i respektuar kufit që ka caktuar Allahu dhe mundet shumë larg gjunaheve edhe gabimeve që i ke bo dhe mund t'i bësh. Normalisht kanë metë edhe disa mësime dhe porosi që dalin nga ky hadith, po këtu mjaftohemi që inshallah taala Allahu xhelal me na mundsu, me na bo për atyre besimtarëve që e fitojnë kënaqësinë e tij dhe me fitue këtë porosi të Zotit, bëni çka të bëni, të fart e keni. Ashtu siç Allahu u tha edhe pjesëmarrësve në Bedër, betejën e Bedrit. Çka u tha, Allahu i ka shikuar pjesëmarrësit në Bedër dhe u ka thonë, çka do që bëni të falur e keni. Sepse pjesëmarrja e tyre në atë betejë vendimtare për Islamin ishte një benefit, ishte një bonus shumë i madh, i cili këtë gabimet eventuale që mund t'i bëjnë ata, Allahu më afal. Pse? Sepse ishin musliman më një kohë ku s'kishte musliman tjetër. Dhe guzimi tyre muravit në arën e muslimanëve përballë këtë dynjas ishte vendimtare që Islami me deri sot. Ai guzim dhe ai gatshmëria e sakrificës i bëri ata të veçantë. Saqë theke Gjibril a.s. Muhammedi sallallahu a.s. kush janë të veçantë në umetin tanë, theke Muhammedi sallallahu a.s. pjesëmarrësit në Bedër. E theke Gjibrili edhe të na melaqet, kush ka marrë pjesë betejën e Bedrit janë më të mirë se melaqet tjera. Në pjesëmarrja në Bedër ka qenë jo vetëm për njerëzit, por edhe për melaqet, domodin gjë që i ka dallu. E inshallah Allahu xhelal na bën për atyre besimtarëve që e fitojnë kënaqësinë e tij, e na thotë këtë fjalë, bëni çka të bëni të falun e keni. Lutim Allahut në ditë të bëshme dhe vepra të mira, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe na bën për atyre besimtarëve që sinqerisht pendohen te Allahu subhanahu wa taala dhe fitojnë mirësinë e tij këtë botë dhe rahmetin e tij në ahiret. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.